Në qarkun e Elbasanit, fenomeni i dhunës në familje vjen të mbetet shqetësues, duke reflektuar problematika të thella sociale dhe ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2025 janë regjistruar 252 raste dhune që kanë kërkuar urdhër mbrojtje, nga cilët vetëm 109 kanë përfunduar me dënim nga gjykata, çka tregon një ndek mes denoncimit dhe ndëshkimit të autorëve. Një pjesë e madhe e rasteve, plot 171 vijnë nga zonat rurale, duke nënvizuar ndikimin e kushteve sociale, mungesës së aksesit në shërbime dhe mentalitetit tradicional. Psikologe e Forumit të Gruas në Elbasan, Mirela Gjoni, shprehet mbi profilin e personave që përjetojnë dhunë dhe faktorë ndikues. Për vitin 2025, situata në qarkun e Elbasanit ka qenë një situatë e cila ka vazhduar në një trend rritje. Mund të themi që paktën për Forumin e Gruas Elbasan, të cilët unë përfaqësoj, kemi pasur 245 raste ku gratë kanë përfituar mbi 1000 këshillime si psikologjike, si ligjore dhe sociale, për sa i përket problematikave që ato paraqesin, dhe shumica problematikave të grave që vinë në qendrën tonë dhe marrin shërbimin psikologjik ligjor dhe strezën e emergjencës, që është një strukturë e cila i ofrohet rasteve që shkojnë drejt urdhrave të mbrojtjes, janë në rrezik të lartë për jetën dhe ato mund të akomodohen pranë qendrës tonë nga 1 deri në 15 ditë për të marrë urdhrin e mbrojtjes. Të gjitha këto shkojnë rreth tek 1000 këshillime që ne kemi ofruar për gratë dhe vajzat me probleme dhune. Ndërkohë, nëse do marrim shifrat për sa i përket vetë gjykatës, të dhëna nga kancelari, për vitin 2025 gjykata ka pasur 252 raste të cilët kanë shkuar në gjykatë për të marrë urdhrin e mbrojtjes, nga të cilët 109 prej tyre janë dënuar, persona janë dënuar për dhunën në familje, dhe kemi një trend në fakt shumë interesant që na jep nga statistikat e gjykatës, që 179 raste janë nga zonat rurale. Kjo do të thotë që trendi i dhunës në familje vazhdon të dominohet nga persona të cilët kanë një status ekonomik, arsimor, më të ulët, edhe mundësia e tyre për t'ia dalë të vetme dhe për të ndarë herët nga dhunuesi është më e vështirë. Në shumicën ndërmuese të rasteve, psikologja thotë se dhunuesi është burri, ndërsa një fenomen rritje është edhe dhuna nga fëmijët ndaj prindërve. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është ulja e grupmoshës që denoncon dhunën, por dhe fakti që edhe pas divorcit, gratë vjojnë të dhunohen nga ish-bashkëshortët e tyre. Gratë me fjalë janë më shumë të dhunuara në martesë, por kemi edhe një trend të vogël që disa mbi 30 e ca raste që janë gratë të divorcuara dhe vazhdojnë të dhunohen nga ish-bashkëshortët. Kjo është një fenomen i cili pavarësisht se gruaja ka shkuar drejt divorcit, ka jetën e saj, vazhdon të kemi bashkëshortë të cilët dhunojnë me pretekstin e fëmijëve, por që ata vazhdojnë ta konsiderojnë gruan përsëri si, megjithëse është ish gruaja e tyre, si gruan e tyre. Pasi denoncon dhunuesin dhe kërkon ndihmë, një grua e cila kërkon urdhër mbrojtje përballet me sfidën e sigurimit të një strehe dhe gjetjen e një vendi pune për ta siguruar tashmë vetë mbijetesën e saj. Zonja Gjoni sqaron se shpesh gratë orientohen te qendra e formimit profesional për të marrë një profesion ose në fasoneri që operojnë në qark. Gruaja zgjedh të mos shkojë në një stres, po dëshiron të shkojë drejt pavarësisë së vetme, shihet mundësitë për mbështetjen me qira. Zakonisht Bashkia Elbasan, por dhe bashkitë e tjera të vogla kanë filluar, ato kërkojnë në fond nga ministria, që quhet bonusi i qiras, dhe kanë paktën financuar një pjesë të qirave të grave kryefamiljare, grave të cilët janë në urdhra mbrojtje, grave të cilat janë kryefamiljare të vetme, me fëmijë dhe mbështesin qiran e banesës së tyre. Bashkia Elbasan mban peshën kryesore të rasteve të dhunës në familje me 179 nga 252 në total për qarkun, ndërsa bashkitë e tjera regjistrojnë nga 10 deri në 20 raste secila.